Besimtarët katolik në Lezhë kanë kremtuar të premten e zezë apo siç njihet ndryshe ulla kryqit. Ritualit fetar ju bashkuan 10 qytetarë, të cilët të udhëhequr nga përfaqësues të klerit katolik, u nisën nga sheshi Gjergj Kastrioti dhe marshuan deri në kalan e qytetit, duke kujtuar në këtë mënyrë mundimet e Jezu Krishtit. E premtja e madhe është dita më e rëndësishme e javës së Pashkëve dhe mesazhi që na jep Jezu Krishti është të jetojmë në paqe dhe ta duam njëri tjetrin, u shpreh peshkvi diocezës së Lezhës, Monsignor Ottavio Vitale. Sterete dhe të cilë kremtojmë ngjalljen e Jezu Krishtit. Por para ngjalljes së tij ne kremtojmë vdekjen e tij. Dhe udhë e kryqit na kujton gjitha mundimet e Jezu Krishtit që ka bërë, duke shkuar deri në momentin e fundit, kur ka qenë kryqëzuar dhe ka vdekur për gjithë ne. Prandaj udhë e kryqit na kujton vdekje, dhimbje me dhe mundimet e Jezu Krishtit, i cili ka vdekur për ne të gjithë. Por me këtë shpresë, që ai pas 3 ditë që do të ngjallet. Dhe për këtë arsye, Pashka për ne është momenti i shpresës të cilën ne kremtojmë ngjalljen e Jezu Krishtit. Sa e rëndësishme është kjo festë për besimtarët katolik? Festa e Pashkët e festa më e madhe gjatë vitit për ne, sepse është ngjallja e Jezusit. Prandaj për ne do të thotë që ne, nëse besojmë në Krishtin, një ditë edhe ne do të ngjallemi për së vdekuris, sepse ai na ka premtuar jetën e pasosur. Ulla e kryqit vjen me 14 ndalesa dhe në secilën prej tyre besimtarët bëjnë lutje dhe përkujtojnë mundimet e Jezusit. E premtja para Pashkës shënon ditën e kryqëzimit të Krishtit dhe vuajtjeve të tij me kryqin mbi shpinë.